Nga Shkodra nisën turin e takimeve kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula së bashku me drejtoreshën e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Blerina Gjylameti me fokus sigurinë ushqimore si një prej qyteteve port hyrëse dhe dalëse e produkteve ushqimore nga pika e kalimit kufitar të Hanit të Hotit. Shkodra përmes Autoritetit Kombëtar të Ushqimit duhet të jetë pararoje zbatimit të planit që ka në fokus sigurinë dhe mbrojtjen e konsumatorit. Kryeinspektori Sula e tha prej razi se ky është një prej detyrimeve kyç që ka vendi ynë në kuadër të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Pse vjen? Nga ndotja, nga ambienti, nga ushqimi, nga vjen. Se s'ka emër tjetër. Që ti fuzësh trupit gjëra që nuk i pranon. E kemi filluar nga Shkodra. Hani i Hotit është porta dalëse për gjithë Europën dhe porta hyrëse nga gjithë rajonin, nga gjithë Europa juglindore dhe nga Europa perëndimore. Ju jeni më ju këtu, Shkodra, e mbyll digën për mirë apo e hap për keq. Të ndodhi që krijohet tamam skena kriminale nga lart deri poshtë përpara se të vite Blerina Gjylameti, kjo është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Kryeministri i Shqipërisë, unë dhe Blerina Gjylameti kemi të ndafin. Sepse e dini që Shqipëria drejt BE-s nuk shkon. Ju e dini fort mirë, sepse jeni gjithë lexuar që 2 vjet u pezullu Bullgaria pikërisht për këtë. Të gjithë vendet e BE-s ka një qëllim, që të hysh në familjen europiane do të sigurojë qytetarët e saj. Kur vin këtu çfarë konsumojnë? Çfarë ilaçe, çfarë ushqime, çfarë gjithçka tjetër çfarë mbrojtje kanë qytetarët. Edhe drejtoresha e përgjithshme AKU-s ishte e prerë në porosinë e saj për inspektorët që të jenë të përgjegjshëm për punën dhe të mos bien prej presioneve apo favorizimeve nepotike. Auditet e BE-s na treguan shumë. Na treguan shumë për sa i përket aftësive, kompetencave të trupës tonë inspektorëve. Na treguan shumë për mënyrën se si duhet të orientohet dhe drejtohet inspektimi, dhe na treguan shumë edhe për mënyrën çfarë apo standardet dhe kriteret që duhet të përmbushi biznesi. Dhe të gjitha këto do të përkthehen në një program trajnimi që nis që nga nesër me trupat e vlerësimit dhe më pas nga java që vjen me inspektime në terren në formën e një workshopi për të kuptuar eksaktësisht çfarë duhet mbajmë parasysh gjatë këtij procesi. Është proces shumë i rëndësishëm për ne, për të treguar si trup inspektuese të gjithë kapacitetin tonë në përmbushje me standardet e BE-s, por po aq të jemi të qartë dhe një pasqyrë të vërtet të bizneseve, kush i përmbush, kush nuk i përmbush, kush ndërkohë sipas afatet e përkatëse. E di që do të jeni në presion shumë të madh, sepse do shkoni edhe tek bizneset e familjarëve, të njohurve dhe njerëzve që mund të keni lidhje. Nëse bëni qoftë edhe një gabim, sado të vogël, për shkak të njohjes, do të përkthehet në shumë rezultate gabim. Pse them këtë? E para, në një të pavërtet, për mos thënë mashtrim në trupat e BE-s. E dyta, në një mashtrim për punën që bëni, e treta, në një dëm shumë të madh për vendin. Sula dhe Gjylameti kanë vjuar më pas inspektimet në 2 subjekte private dhe doganën e Hanit të Hotit për të parë nga afër planin e punës dhe zbatimin e porosive të lëna.